Kena arritur në Halkidiki, edhe jemi ulur në restorant për me hangër drek, shku me zgjedhëm peshkun, edhe ja ku është Halkidikia, ja ku janë edhe kingat këtu. Ju tregojmë pas drekës, a ishte ushqimi mirë apo jo? Ja ku jemi në restorant edhe po gjej shqiptarin e parë, mas 2 ditëve në Greqi, po gjej shqiptarin e parë. Ja ku është? Nga jeti nga Elbasani. Nga Elbasani. Mirë se të kemi gjetur. Si duket tu jeta? Fantastike. Mirë në Greqi. Ke vite në Greqi, e? Shumë. Shumë vite. Shumë vite. Si duket mirë? Magji, fantastike. Po a është ka ndryshuar pak apo jo standardi i jetesës këtu? Normale, është në nivele më të lartë që ekziston në Evropë. Po Rama thotë këtu në Shqipëri se më mirë thotë. Rama tani ka se është i person politike, po ne po flasim për njerëz normale, janë standarde më të mira në Evropë që ekzistojnë në Greqi. Pagi njerëz, bletar, po Bledar. Ta gëzon Bledar. Ja kaloni bukur. Respekt dhe faleminderit për shërbimin. Faleminderit shumë. E gjetëm Bledarin nga Elbasani, po na bëni shërbim shumë të mirë këtu në restorant, edhe shumë të kënaqur. Kështu që vazhdojmë me drekën, edhe po, shumë mirë, sinqerisht shumë bukur. Gëzuar. Nuk e di a gabohem apo jo, por Greqia, ashtu siç ka qenë para 20 viteve, as nuk ka hequr, as nuk ka vendosur në një tull më tepër. Siç ka qenë, ashtu është dhe sot. Kështu që para 20 viteve për Shqipërinë ka qenë një shtet shumë i përparuar, në fakt sot Shqipëria e kalon me sa di unë. Edhe në turizëm, edhe në investime, edhe në infrastrukturë, edhe në të gjitha, mendimi im është ky. Para se me shku në Selanik, erdha në fshatin Nea Madito. Në fshat ku para 22-3 viteve kam qenë në këtë vend, edhe si i ri e ma e mend, kam kaluar shumë mirë në fakt. E këtu ka qenë edhe telefoni. S'kishim telefona në atë kohë ku sa herë e kam prek këtë telefon me folë me prindrit e mi e familjen time. Realisht nostalgji. Nostalgji e madhe.